Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 16. Data 16 maj, ku është një ditë me rëndësi të veçantë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës dhe jo vetëm. Një kujdes të veçantë mund të bëjmë përsa përket kësaj dite në lidhje me vendimet që marrim, sepse zakonisht ka ditë shumë të mira, domethënë që mund të nisemi diçka ose mund të bëjmë diçka të re në fushën e biznesit, ose të bëjmë takime të rëndësishme. Meqense tani për tani, kjo periudhë është një periudhë e mirë, duke filluar nga dita e djeshme, vazhdimësia tani e tutje ku ka të bëjë shumë me karrierën, me anën ekonomike financiare, me bankat, nëse keni diçka tillë, sepse një tregant është që bën Jupiteri, planeti i fatit dhe i zgjerimit, kurse në anën tjetër është Afrodita, planeti i ekonomisë dhe i dashurisë. Janë gjëra që favorizojnë, janë gjëra që janë shumë herë më pozitive në këtë ditë, prandaj edhe mundësitë janë të mëdha për të përfituar në aspektin ekonomik dhe të dashurisë, pse jo. Gjithashtu favorizohen udhëtimet. Udhëtimet që kanë bëjnë në Europë, në vende të ndryshme, por edhe mundësi të mëdha që janë tani tutje. Por mos harrojmë se çdo gjë që neve e mendojmë në fillim, pastaj veprojmë. Nuk mund të bëjmë diçka pa e menduar mirë dhe pa nisur diçka, sepse nëse e gabojmë në një farë mënyre, por gjërat duhen të jenë sa më të qarta në çështjet që neve kërkojmë. E vështira dhe e lehta janë dy gjëra kryesore, në shumë raste ne marrim atë më të lehtën, por mos harrojmë sepse kur fryn erë e fuqishme, e lehta lëviz, kurse e rënda, vështirë se lëviz, pra e vështira, por duhet të mësohemi me gjithçka që neve na përket dhe duam të arrisim në finish me të drejtën tonë. E rënda është e drejta, e rënda është ajo që neve bëjmë dhe e dim ta bëjmë mirë. Përfitojnë shumë shenjat që janë shenjat e zjarrit, por edhe shenjat e ajrit. Shenjat e ajrit duke veçuar shenjën së binjakëve, sepse ka një ndikim këtë periudhë, por pikërisht në këtë ditë duhet të rishikojnë çfarë mund të bëjnë në këto fusha, sidomos në lidhje me biznesin ose kontrata të rëndësishme. Por